Procesi zgjedhor tregoi edhe një herë se përballë mekanizmave të vjetër, korit të propagandës, manipulimeve e shitblerjeve, qëndron ende një Shqipëri e bukur, e sinqertë dhe plot shpresë. Me këto rreshta zgjodhi të falenderoj çdo kënd për besimin 37 vjeçari që e ka provuar politikën që herët, por në këtë vit zgjodhi të dalë nga reatia e të përballet personalisht me ata që e akuzojnë, përkrahin, sulmojnë apo do e mbështesin. Ne zakonisht jemi me fituesit, por në rastin e tij e vërtetuar është mbështetja e madhe që mori në mbar Shqipërinë përballë një kodi zgjedhor që doli zbuluar e përballë propagandës që sugjeronte zero mbështetje për të rinjt. The best is yet to come, thonë amerikanët, dhe e mira është përgjegjësi, jo fitore për Adriatik Lapajnë që e kam në studio. Faleminderit që zgjodhët të vinit sot këtu. Faleminderit për mikpritjen tuaj. A mërzitani kur ju thonë që nuk duhet ta pranoni mandatin në bazë të disa premtimeve të mbajtura më herët? Jo, nuk mërzitem. Shiko, për sa kohë unë kam hyrë në jetën publike, i kam marrë parasysh që të gjitha. Në këtë betej unë e di që shumica atyre që kanë zë janë kundër nesh. Ata që s'kanë zë janë ata që ne duam të përfaqësojmë. Unë kam thënë një angazhim përpara se ne të hynim në koalicion, diku nga muaji dhjetor, po realisht dhe në logjikën e gjës ka qenë për faktin që mesatarja një mandati përfaqëson 12-13.000 vota. Ajo që ndodhi me angazhimin ton ishte eksaktësisht edhe ajo që ne kërkonim praktikisht për ta bërë shumë të dukshme problemin që ka kodi zgjedhor. Pra ne me 64.268 vota kemi marrë një mandat, ndërkohë që Partia Socialiste në qarkun e Vlorës me të njëjtin numër votash ka marrë 9 mandate. Dhe kjo tregon qartë problemin që ka kodi zgjedhor dhe ne në politikë kemi hyrë eksaktësisht për të bërë reforma dhe për të imponuar reforma që lidhen me ligjin. Zoti Lapaj, të njëjtën ankesë kanë edhe demokratët që ndonë se kanë një numër më të konsiderueshëm se sa ju, prape kuptojnë që edhe me 50 deputet nuk mund të bëjnë dot presionin e dur ndaj mazhorancës për ta ndryshuar këtë kod edhe këtë ligj zgjedhor. Shiko, kjo nuk është e vërtet. Unë gjatë fushatës mbajta një qëndrim shumë të butë ndaj opozitës të deritanishme. Do me dhe e thash publikisht që fokusi gjithë fushatës tonë do vetë përballë pushtetit, jo asaj që ka qenë opozita deri sot. Por sot është me vend t'i themi ca të vërteta dhe për ata. Cilat janë? Në muajin korrik të vitit kaluar, kur ne dërguam në Komisionin Parlamentar 2 projekt ligjet për votën e diasporës dhe ndryshimin e kodit zgjedhor, unë kam qenë në komision atë ditë se u votua ligji për votën e diasporës. Partia Demokratike e përfaqësuar nga 2 përfaqësues të saj në komision dhe të gjithë anëtarët e tjerë votoj për një draft të ndryshimit të kodit zgjedhor që praktikisht i jepte avantazh në tavolinë Partisë Socialiste. Dhe e bëri këtë vetëm për të mbajtur listat e mbyllura. A pati presion nga ana e socialistëve në atë takim? Jo, me thënë vërtetën demokratët kanë thënë që s'kishte mundësi dhe ishte vetëm alternativë që na dhanë me thënë të vërtetën ishte propozimi i demokratëve ai që u miratua. Me thënë vërtetën. Është kështu, erdhën 2 propozime, ishte propozimi i zotit Gjiknuri dhe propozim me njëherë 6 dhe në 7.000 vota, diçka e tillë, dhe propozimi i Partisë Demokratike me 1/3 në mbyllur, 2/3 në hapur, të cilin ne e çuam në një gjykatë kushtetuese. Pse aty është bërë gabimi më fatal? Me vetdije, pa vetdije unë nuk di ta ndaj. Kjo kohë tani do ta ndaj është bërë me vetdije apo pa vetdije? Si do sillen tani? Sepse ishte çasti kur pushteti ishte shamat. Kishte 2 vendime të gjykatës kushtetuese, një për hersin dhe një për votën e diasporës, të cilat duheshin adresuar në kodin zgjedhor. Nëse nuk adresoheshin, pra nëse shkojnë në zgjedhje pa i pasqyruar ndryshimet, zgjedhjet në çdo rast do të klasifikoheshin si antikushtetuese. E përpasoj pushteti ishte i detyruar të gjendë marrëveshje. Ky ishte momenti kritik kur opozita në atë kohë kishte shansin e artë për të korrigjuar një koalicionet parazgjedhore, duke kërkuar ndryshime kushtetuese që i bën me parlamentin e njohur në thonjza të korporatave, po e mbani mend. Patjetër që po. 2. Një zonë zgjedhore për gjithë Shqipërinë, 3. Hapjen e listave. Pse do i interesonte të gjithë opozitës, pavarësisht kush segmenti i saj, një zonë zgjedhore? Sepse unë bista asnjë vot. Eksakt, dhe do mobilizonte frym. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që me këtë sistem që i miratuan dhe që vetë propozuan komision, fatkeqësisht, unë po të marrë vetëm një shembull për të kuptuar çdo qytetar dhe çdo demokrat që i ka votuar. Qarkun e Vlorës.
Në qarkun e Vlorës, Partia Socialiste ka marrë 64.500 vota dhe ka marrë 9 deputet, ndërkohë Partia Demokratike ka marrë 36.000 vota dhe ka marrë 3 deputet. Pra Partia Socialiste ka nxjerrë 1 deputet në qarkun e Vlorës me afro 5.000 vota më pak se sa Partia Demokratike. Tani më thoni ju mua, cila opozit mund një parti në pushtet, kur i jep sipas formulës një avantazh të tillë që në letra. Dhe përse duhet ja jap këtë avantazh? S'po themi ne që me 64.268 kemi marrë 1 dhe ata kanë marrë 9. Po themi këta që kishin në dorë të ndrynin. Atëherë pse është bërë kjo? Nëse nuk reflektohet tani, kjo është bërë me quim. Nuk ka qenë interes të mundet e Tirama. Nëse tani reflektohet dhe këta thonë, po, ne e bëm këtë gabim, gabimi pranohet, dhe dilet me qasjen që duhet pa tjetër të ndryshohet kodi zgjedhor dhe Shqipëria të bëhet me një zonë zgjedhore, të ketë barazit votës, atëhere këtu mendohet pastaj që ky ka qenë një lapsus, një taktik e gabuar, dhe të shkojmë përpara, dhe të krijohet një kohezion i madh i të gjithë faktorëve në opozit për këtë pikë, pra për reformën e kodit zgjedhor duke imponuar pushtetin. Kjo është e vërteta, pastaj interpretime mund të bëhen lart e poshtë sa të duan, por e vërteta është pikë e presje si ta thash. Pra, nëse opozita nuk zgjedh një rrugë tjetër, do thotë që ju jeni tani në opozitë dhe me opozitën? Ka vetëm një gjë që ne na bashkon përballë pushtetit që mund të jetë kodi zgjedhor dhe sistemi kombëtar, proporcional kombëtar me lista të hapura. Nëse nuk korrigjohet kjo, pastaj betejë jon edhe me numrat që kemi është përballë sistemi do të vazhdojë si e tillë. Ne nuk u mërzitëm e nuk u trëmbëm kur ishim 25 dje me vajza që e nisëm e të gjithë thoshin çapo bëni hyni detit në këmbë, jo më sot që e dim që kemi të dokumentuar 64.268 njerëz që kanë shkuar me vullnet të lirë demokratik të na votojnë përkundrejt çdo presioni dhe mbi 15.000 të tjerë që vota u shpaur e pavlefshme për shkak se kanë gabuar në mënyrën se si kanë votuar, por që vullnetin e kanë shprehur pronesh. Në këtë kuptim janë rreth 80.000 shqiptar që në një palë zgjedhje ku ju e dini dhe të gjithë e dinë se si funksionoi presioni administratës, kjo se s'dua t'i përsërisi dinë të gjithë, të arrin 80.000 qytetarë me vullnet të lirë, të shkojnë te kutia e votimit në një garë me pengesa të tillë, ku gjithkush ishte kundër ideve tona në publik, unë mendoj që është një fillim i mirë. Nuk është një fitore, unë e kam thënë, fitore do që 200.000 vota e sipër për ta qartë tamam sistemin, por ama keni po bëj një metaforë, keni parasysh një kala të dizenjuar që askush mos të hyjë përveç atyre që janë pronarët e kalas. Ky është kodi jon zgjedhor. Ne tani nuk e çam dot portën kryesore, po një gjë është fakt. Një nga luftëtarët tanë ka hyrë në